Празно место во сооблекувалната на фудбалскиот клуб Шкупи. Празнина која боли поради прерано згаснатиот живот на 25 годишниот фудбалер Андреј Лазаров, кој го загуби животот во трагичниот пожар во Кочани. Unë ditën e diel, sa po u zgjova në mëngjes, gjeta kontaktin e babës tij dhe kuptova domethënë çfarë kishte ndodhur. Bisedën e parë që pata më tha që jam në shtip, e kemi gjetë Andrejn dhe shqyr Zotit është në gjendje të mirë. Kur e mora në telefon për herë dytë, ishte duke qajt, edhe në atë moment edhe unë, si ta them, i thash mos qaj se është çuni fort, çuni i ri që kthehet. Dhe ai më tha që si do kthehet, ka ndru jetë. Lazaro bugün bizden ayrıldı. Yani onun açısından baktığında aramızda değil ama bizle yaşamaya hep devam edecek. Hep burada olacak. Onu her anda hissedeceğiz. Eminim ki biz sahada mücadeleye devam ederken o da bizim için mücadele edecektir. Po normal. Lajmit i trisht të themi. Të gjithë e dim që Andrej ishte një djalë luftarak në fush. Nuk shumë ditë të vështira, por ne si ekip të ndeshjet që na kanë ngelur do të luajmë për Lazarovin, që ta kuptojmë për një edhe gjithmonë. Голема трагедија за нас сите тука, за нашиот брат, пријател Андреј. Ќе опаметиме поубави работи, поубави нешта. Како добар другар, како добар соиграч, секогаш саеше помогни, човек со срце како лав. На стадионот владее незапаметена тишина, исто како и во сооблекувалната на Шкупи, бидејќи соиграчите на Лазаров не смогнаа сили да го продолжат првиот тренинг во негово отсуство.